Pas 3 javësh pushim, sot ka filluar gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor 2016-2017. Mirëpo jo të gjitha shkollat në komunën e Ferizajt nisën mësimin sot. Në komunën e Ferizajt, shkolla fillore Besim Rexhepi, Abetarja dhe një pjesë e shkollës Gjon Sereqi nuk patën mundësi të fillojnë mësimin për shkak të problemeve që u shkaktuan nga temperaturat e ulta. Me përjashtimi kemi një 3 defekte në mënyrë parciale, dhe në Gjon Sereqi kemi objektin e parë, kemi pas problem, nuk kemi pas ngrohje të mjaftueshme, edhe tani gjatë intervenimit nga ekipet të cilat janë të angazhuar për sanimin e kësaj gjendje, tani objekti veç është stabilizuar dhe po fillon me ngrohje gjithë objekti i Gjon Sereqit. Gjithashtu kemi pasur një problem me ngrirje të një kaldajës në shkollën Softaj, edhe aty ka bërë intervenimin shumë shpejt për që ta do të bëhet sanimi i saj. Gjithashtu në paralel ndarje në Komollau kemi pas një problem të tillë, ku në këto 3 paralele nuk kanë mund të zhvillohet procesi semor normalisht sikur në gjitha shkollat e komunës së Ferizajt. Në ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë nuk ishte problem vetëm ngrohja. Nxënësit e lashe patën edhe me trotuaret që çonin drejt shkollave e që shumica prej tyre ishin të papastruara nga bora. Banorët e lagjës Qerret në Ferizaj përveç kësaj u ankuan edhe për qente ndacak që janë të shumt në atë pjesë të qytetit. Jo, si shpeshin edhe vetë katastrofja, shumë vështirë, plus rrezik për qenve, fëmija, që shpesh edhe vetë për do të me shkojmë mërë. Jo, në rrugë duhet janë të pasrume. Në përshëndet që këne marë në cabaje që në mëngjes, edhe në këtën kanë të majtë ora vijë marë, rrugë duhet janë pasrume. Tretorë që janë pasrume, që përshë, në konë se në tretorë. Minja janë rëzik për kjerë, rëzikum janë për kjerë. Jo, se ka dhe që janë të pana, se vesës. Në shkollën fillore Afrima Bazi në Ferizaj, thanë se gjysmëvjetori i dytë nisi mirë përveç një problemi me një bombol të ujit. Jam brenda shkollës në fillim mëngjes ka qenë fort e mirë, arsimtarët kanë orë të gjithë, nxënësit natë 5 deri kanë orë s'mungojnë, shumë pak mungojnë, mirë po tash e kemi një avari, dëmonë nxemja qendrore na ka pëlsit një bocë e ujit një vrim, kështu që e kemi ndërprej nxemjen, me siguri tash do të na vinë kompania që ka fituar tentin. Gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor 2016-2017 ka filluar me një javë vonesë për shkak të kushteve klimatike dhe rreziqeve nga gripi sezonal.